Hey, unë jam Regina dhe kjo është biblioteka ime dhe kanali im YouTube për librat. Sot do t'ju flas për sistemimin e bibliotekës dhe thash pse jo mos ta bëjmë këtë sistemim bashkë me ju dhe t'ju tregoj pak a shumë tituj që unë kam në bibliotekën time. Edhe pse duken shumë e vogël si bibliotekë, por mund të them që kam 300 e ca libra. Numrimi i fundit është diku te 300, por normalisht unë kam shtuar dhe një lexues shton gjithmonë librat e ri në koleksionin e tij. Dhe le të fillojmë dhe ju do të shikoni për pak të zbrazur nga kjo gjendje kështu në të zbrazur për punë sekonda. Mos kujtoni se unë kam klasik vetëm nga Europa, Rusia apo të tjerë. Kam dhe klasik aziatik, siç është ëndër në pallatin e Kuq. Unë thjesht këto i kam marrë në fillim sepse mendova se ishin sag. Por kur hulumton, kupton që janë thjesht klasik. Klasik të tjerë si Zvajku, si Kafka, si Shelley dhe Proust i kam këtu dhe do t'i lëm këtu lart. Filloj me Selgjenet e tjera sepse duhet të na dalin gjatë rrugës se ku i kam klasikët e tjerë, por mos kujtoni se kam vetëm këto. E Selgjeni i parë do vendosim letërsinë shqipe dhe nga letërsia shqipe kam shumë autorë të rinj, të vjetër, të kohës së komunizmit, sepse duhet ta shikojmë letërsinë shqipe me një tjetër sy dhe ku ka më mirë se të lexojmë shqip. Dhe t'ju tregoj pas pak të gjitha titujt që unë kam shqip. Disa titujt unë i kam këtu, siç është Dreri i trotuarëve, që sapo e kam nxjerr review në Instagram, kështu që ju duhet më humbisni të më shikoni në Instagram. Kam Petro Markon, kam Ismail Kadare me 4 librat, kam Joana Jakun që është një autore e re shqiptare të cilën duhet patjetër ta lexoni, kam Jakov Xoxa që është një ndër shkrimtarët e kohës së komunizmit dhe shumë të tjerë që do t'i shikoni gjatë kalimit këtu në YouTube. Fillojmë me të parën, unë do t'i rendis këtu dhe nëse do më dalin në një titull i ri ose ndonjë autor i ri që nuk u e kam treguar, do t'ju hap kamerën. Pjesa tjetër e letërsisë shqipe, Klajdi Thaçi, Vorbulla e Genta Hodos, kemi Ymer Çelën, që është një ndër autoret e mi të preferuar nga letërsia shqipe dhe kemi dhe disa të tjerë që do t'ju tregoj gjatë vijimit dhe shi sa bukur duket këtu radhat dhe le të sistemojmë dhe këto të tjerat. Kështu që unë do ta bëj jashtë kamerës, ndërsa ju do t'i shikoni të sistemuara se sapo më ra. Ndërsa këtu kam Ervin Nezhën, e Keled Lamaj, që mbahet dhe si autori shqiptar thriller, më i mirë. Dhe kemi Anisa Markarian, nuk e kam lexuar, por është dhënë dhe në teatr kohët e fundit, dhe Rita Petro, të cilën unë e kam marrë në panajër dhe dua shumë që ta lexoj së shpejti, ose mund ta lexoj tani në qeshor. Mos mendoni se kisha vetëm ato, kam Sabri Godon, që unë e kam lexuar Lipash te Pelena shumë kohë më përpara, kam Rigel Rizaj, kemi përsëri Klajdi Thaçin, Suad Arilla, që kam bërë dhe review-n e fundit në autorët shqiptar përveç Drerit të trotuarëve, një letër në kohën e gabuar nga Vasil Dedja, që nuk e di se si do më binte në dorë, po të mos kisha marrë një pako surprizë që kam ndarë edhe këtu me ju, dhe këto ishin letërsia shqipe. Mos mendoni se kam vetëm kaq nga letërsia shqipe, por ato që kam për fëmijë kam vendosur në një vend tjetër sepse nuk më zinin këto librat e rinj që unë kam marrë gjatë këtij viti, jo gjatë vetëm këtij viti të kuptohemi, por gjatë gjithë këtyre 2-3 viteve së fundme, edhe pse jo t'i lërja hapësirë Regjinës që është rritur tashmë. Nga letërsia distopike, unë kam këtu, që janë autor super të mirë dhe shumë të mirë. Do ju sugjeroja që ta nisnit me 451 Fahrenheit, është një roman më i lehtë nga sa që kam dëgjuar për këto të tjerët. Pastaj, pse jo, mos ta nisni me leximin e Kënga e Profetit. Edhe kjo është një lexim shumë i bukur, thjesht do shumë përqendrim. Pastaj kam Festa e Cjapit, kam 1984, Ferma e Kafshëve që është shumë i njohur, Rrëfenja e Shëbëtores,
por kam dhe testamentet, kështu që po i vendos këtu dhe i kam gati. Letërsinë turke përfaqëson Orhan Pamuk, siç është libri i zi, Çudia në mendjen time, Muzeu i Pafajësisë, të cilën unë e kam lexuar, dhe Flokuqa. Nuk do jenë vetëm këto 4 libra nga ky autor, sepse mua më ka lënë një shije shumë të mirë që tek Muzeu i Pafajësisë, edhe pse kam dëgjuar review negative, por edhe review shumë pozitive për muzeun, por do shtohen sepse unë e kam një ndër të preferuarit e mi, edhe pse me librin e parë. Gjithsesi po i vendos në raft. Letërsi turke përsëri, po. Elif Shafak, unë kam 40 rregullat e dashurisë, të cilën e kam lexuar që në gjimnaz, mora 3 bijat e Evës dhe Nderin e kam marrë nga Adela, nga një book Instagramer, dhe pse jo. Bashkë me turqe do vendos dhe Sagën e princeshave, të cilën unë kam lexuar vetëm librin e parë, dhe mund të them që kam marrë komente nga më të ndryshmet. Komente që janë të mërruar, që ishin review pozitive, shumë pak review negative, kështu që le t'i vendosim në raft. 3 librat e Jonathan Franzen, që është Liria, Korrigjimet dhe Puriti, të cilën mua më ka rekomanduar një librari ku marrë libra. Thash t'i vendos këtu ku janë dhe turqit dhe jo aziatikët, po arabët, dhe thash pse jo. Edhe ndoshta nuk kanë lidhje fare, por thjesht po i vendos sepse janë 3 libra të njëjtit autor. Saga e Elena Ferrantes, një sagë napolitane, një sagë që duhet me patjetër që ju ta lexoni. Unë do ta vendos te klasikët, edhe pse nuk është tamam klasik, por realisht në të ardhmen ky libër, kjo sagë do të bëhet klasike me pa diskutim. Pjesë të raftit unë do vendos dhe Agatha Christie dhe Heather Morris me sagën e saj të tatuistit të Auschwitzenit, Rrugtimi i Cilkës, Trimotrat, ndërsa Agatha Christie e kam me Vrasjen e Orientin Express dhe Funeralet janë të rrezikshme. Nëse do më pëlqejnë shumë, do marr shumë prap të tjerë të Agatha Christies. Përsëri në pjesën e raftit të parë, po vendos dhe autorin Jojo Muses, shpresoj t'ja kem thënë mirë, që është letra e fundit nga I dashuri yt. Kështu që në 2 segjenet e tjera unë do vendos aziatikët, këngën e qyqes me sagën e Harry Kuberit, që 2 kanë ardhur në shqip, por e treta është në anglisht dhe do ta lexojmë në anglisht fatkeqësisht, dhe aziatikët që unë kam, por le të fillojmë pak me Harry Potterin dhe këngën e qyqes. Këtu kam komplet sagën e Harry Potterit, unë 1-shin dhe 2-shin i kam që nga fëmijëria ime, sepse duke qenë se isha një shtatanike, nuk mund të duroja dot t'i prisja me radhë, por i kam blerë së fundmi. Librat e këngës së qyqes dhe me sa di unë, është që në nëntor, kur është dhe panajiri i librit, do të na vi dhe seria e fundit, pjesa e fundit e serisë. Kështu që pse jo, të mos i lexojmë këto në fillim dhe pastaj të marrim një libër të ri duke u justifikuar që duhet të mbarojmë sagën. Kjo është saga e Harry Kuberit dhe më vjen shumë keq që nuk do botohet në shqip pjesa tjetër, por unë do ta lexoj në anglisht. 2 të parët I kam lexuar vjet, ndërsa si vjet duhet ta mbyll si sagë, sepse ndryshe si mund ta justifikoj unë emrin që janë vajza e sagave. Tani do filloj me aziatikët, që është goxha shumë, dhe pse jo, t'ju ndaj pak aziatikët e mi të preferuar. Këtu kam 2 autorit e mi të preferuar, sepse kam më shumë libra nga këto autor. Është Murakami, unë kam lexuar Pyllin norvegjes, tani po lexoj një tjetër vepër, të cilën ju duhet jeni të vëmendshëm në Instagramin tim, dhe këtu kam dhe Pa u ftohur kafeja, seria që unë I kam lexuar brenda 24 orëve. Kështu që po e mbyll këtu këtë video dhe ju duhet të ndiqni një part 2 që do dali së shpejti në YouTube. Shihemi dhe ju e dini shumë mirë se çfarë duhet të bëni, një subscribe dhe një comment dhe një like mos harroni.